Unë jam shumë me fat pse po thojmë bashkë në këtë proces që ka kriju një frymë kohë gjatë mirë. Dhe në fakt, Aleanca po garon e vetë me pa një koalicion parazgjedhor, cili është disponimi, zotri Krasni, që besoj keni pasur aktivitetet të shumta të fushatës, se keni parë edhe disponimin e qytetarëve, cila është përkrahja e tyre për akën. Për tham kështu, unë kur kam hyrë në zgjedhjet e kaluara në Aleancë, nuk kam njohur mirë strukturat. Ajo që kam po dhe ja kam thënë publikisht, më duket edhe në studion këtu ose në televizionin tuaj, kam thënë se Aleanca ka shumë njerëz të mirë. Do me thënë, është shumë e çmuar kur ti në Ana Morave, atje në Sholë Bajgorës, në Viset Thella, nuk ke pushtet, as lokal, as qendror, dhe gjën aq njerëz të mirë, gra e vajza që mbështetin Aleancën. Kjo frymë e ka rritë, si me thonë, angazhimin e njerëzve dhe më shumë për shkak se ne kemi identifikuar disa pikat e dobta të mos funksionimit ose organizimit tonë, edhe ky ka qenë në shkakë pse ne kemi hyrë të vetëm, nuk diskutohet absolutisht pragu, ne kemi synim me marrë numër 2 shifror të deputetëve, po me atë që ka Aleanca në teren është shumë frytdhënëse dhe është shumë e mirë. Pra njerëz cilët e duan programin Aleancës e kanë një, si me thoni, besim të plot të vetëecja e zotit Haradinaj, të Aleanca, të njerëz të Aleancës që lidhen edhe me lavdin edhe me luftën shërimtare, dhe për ne është mirë çdo ditë më tepër po